Miq Prizmës, ka nisur një polemik, në të vërtetë nuk është polemik, është një marrëzi e shkruar nga Dejona Mihali, ose një zëdhënëse, ose si t'ju them tash, sekretarja politike Albin Kurtit në lëvizjen e vetëvendosjes së tij në Kosovë. Kjo që po them unë tash nuk është politikë, është thjesht një opinioni imi politik përmbi një shëmtim të një majmunati i udhëhequr nga Albin Kurti dhe Dejona Mihali, jo në dëm të Edi Ramës edhe Partisë Socialiste, sepse sigurisht lëvizja e vetëvendosjes edhe Albin Kurti janë një hiçgjë përpara Partisë Socialiste edhe Edi Ramës. Jo vetëm një hiçgjë nga ana numerike, po i zgjen gjitha drejtimet, absolutisht hiçgjë, e pavlerësuar si në Ballkan edhe në Evropë, të panjohur edhe të pa miq kudo në botë edhe në Evropë, dhe pa peshë, po them edhe shtetëror dhe financiare në krahasim me Partinë Socialiste dhe Edi Ramën. Ky nuk është problemi i madh. Problemi i madh është armiqësia që mbjellin dhe pagesat e mëdha nëpër portale për të thyer Shqipërinë nga urrëtia personale për Edi Ramën edhe njëkohësisht nga një flisir politike anti-Shqipërisë dhe anti-pushtetit në Shqipëri që kjo Dejona Mihali dhe Albin Kurti kanë. Është një përplasje e jashtëzakonshme e post-jugoslavisëve edhe detyrave të tilla, të një me demek sovranizmi majtist, nacional majtist i shëmtuar, as këtë kusht nuk e plotson, por që sigurisht duan ta kruajnë me Shqipërinë dhe me Partinë Socialiste, majorancën përgjithësi në Shqipëri, dhe me gjithë shqiptarët. E keni parasysh këta janë ata që shajnë Shqipërinë për ditë, që furnizojnë portale, televizionet Kosovës, njerëz nga më të ndryshmit, gjenë Kosovë, sa të duash njerëz tillë, sepse një shtet që ka 20 vjet, sigurisht do gjesh tillë post-jugosllavisht, post jetës të përbashkët me serbët edhe bashkim vllazërimit, mund t'i gjesh. Ashtu si të gjenë në Shqipëri, për shembull, njerëz të poshtë sigurimit të shtetit, i gjenë. Akoma i gjenë, mas 35 vjetës i gjenë, aty do të gjesh akoma më tepër njerëz të tillë. Dhe ku është puna? Puna është që ai mitingu protest që bëhet në Tiranë, organizohet në Tiranë nesër me 17 tetor, në përgjithësi nga partitë që bëjnë një rreth të madh pro UÇK-s edhe sigurisht akuzave që është ndërtuar Thaçit edhe kolegëve të tij, shokëve të tij tash të burgosur politik në Hag, të vetmit tribunal i cili gjykon Kosovën, po sigurisht burgun e ka jashtë Kosovës. Kjo është një nga marrëzit më të mëdha të ndodhura, po ja që ka ndodhur në presionin e ndërkombëtarëve, në presionin e jashtëzakonshëm, duke filluar nga 2008, 2011 deri në 2015, sa u formua nga amerikanët dhe nga evropianët. Ishte presion i jashtëzakonshëm, edhe këtu nuk ka të bëjë fare me presionin nga Shqipëria, as nga kush që ishte në pushtet, sepse ai presion ndërkombëtar stërkalonte për nga fuqia edhe pushtetin në Shqipëri edhe të gjithë në radhë. Por tashmë, duke u bërë një miting i tillë në Tiranë, kanë mbetur jashtë si Sali Berisha, i cili s'ka qenë kurrë me ÇK. Bile Sali Berisha nuk ka dashur asnjë nga liderat e Kosovës, duke filluar nga Ibrahim Rogova dhe Hashim Thaçi, po dhe gjithë tjerët që kanë qenë kryeministra. Berisha nuk do asnjë përveç se vetes, ka thyer embargon përpara 97-s, ka shkatruar vendin në Shqipërinë, nuk ka ndihmuar kurrë as përpara 97-s. Janë, të themi të drejtën, janë socialistët, janë të majtët këtu që kanë ndihmuar në ngritjen e UÇK-s dhe i ka urryer gjithmonë, i ka denigruar, i ka shpallur e terrorist në periudhë kohe, i konsiderohen të tillë, nuk i ka përkrahur kurrë. Po sigurisht i ka futur edhe nëpër burgje, disa edhe nuk janë, se janë eliminuar në kohën e Sali Berishës. Po ashtu shkatronte shtetin në 97-ën, shkatronte bëte gru shtetin në Shqipëri, dhe në 99-ën ishte një zerro me bisht, kur sigurisht shtetin dorë nuk e kishte ky, po e kishin socialistët. Tashti problemi qëndron te mitingu i nesër. Tash gjinet keq edhe Sali Berisha, njëri që i ka dhënë naftë, i ka dhënë dhe armës,
duke shkatruar ushtrinë shqiptare. Serbëve, Milosevicit e tjerëve. Po të shit një jetë keqet e vetëvendosja, sepse sigurisht automatikisht dalin jashtë dhe sulmoni Edi Ramën. Ti thot, i mbushen mendjen Hashim Thaçit që të votonte, kur ne ishim kundra. Po, ishin kundra këta. Ishin kundra gjithë botës, si që janë edhe sot. Bile je përgjigje Edi Rama, i thot që ti ishe edhe kundra flamurit, ti nuk njifje flamurin e Kosovës. E jo mo pafajsin e Hashim Thaçit. Albin Kurti, kush nuk e di që e do Hashim Thaçit sa më tepër vjet në Hag, të dënuar aty, sepse ka kundërshtar politik brenda për brenda. Sigurisht e Don Burg, jo vetëm Hashim Thaçin, por gjithë UÇK-n. Fjalët e kota në përkrahjet UÇK-s, njerëz që nuk kanë qenë kurrë me UÇK-n, edhe i kanë quajtur katunare, kriminale, hajdute, çfarë si quajnë, gjithë UÇK-s janë ata. Sepse janë kundërshtar politik këtyre. Dhe sigurisht e dinin veten keq kur tash e dinë që Tiranë do të bëhet një nga protestat më të mëdha. Dhe sulmojnë Ramën. Imagjino kë subjekt kanë gjetur sulmojnë Ramën. Rama mirë që je përgjigje vetë, por Rama shkon deri në Këshillin e Evropës, në Parlamentin Evropian i thonë e keni gabim. Rishikoni edhe një herë sepse është padrejësia më e madhe që keni bërë ndonjëherë në jetën tuaj për akuzat e projektuara, të paguara nga ju për një skifes të ati Dick Martin që ka vdekur tash. Edhe në ferr shpirti i tij, edhe gënjeshtrave të jashtëzakonshme. Ngrihet një tribunal me maskarallëqet e gënjeshtrat më të mëdha të përgatitur nga serbët, që pjesa më e madhe i ka ndihmuar dhe PD-ja, ju kujtohet, me Lulzim Bashën edhe me Sali Berishën. Edhe votimi në pikërisht Këshillin e Evropës është bërë jo nga përfaqësuesit socialist, nga i Damian Gjiknuri, po nga përfaqësuesit demokrat. Këto i kanë harruar. I kanë harruar këta majmun. Pa tash është majmunati i Dejona Mihali. Dhe imagjino kosovarët që i thonë Kristaqe Rama, bëjnë si grek kështu, me Vučićin, e Dejona Mihalin që drejton vetëvendosjen. Janë majmun kështu, majmun të jashtëzakonshëm, por megjithatë është e kotë që të bësh muhabete me to, ato sigurisht janë pjesë e një regresi të jashtëzakonshëm, izolimi të jashtëzakonshëm, armiqësie të jashtëzakonshme me Shqipërinë, barazimin e Shqipërisë me Serbinë. Nuk është e gjithë Kosova, kështu sigurisht janë majmunat i vetëvendosjes, nuk është bile as e gjithë vetëvendosja kështu. Janë ata që paguhen për këtë punë, është organizimi i Dejona Mihalit edhe Albin Kurtit, me ndihmën edhe të vajzës atij që e quajnë në Europë, që ka qenë një enverist edhe marksist-leninist, që nuk dua ta them, por që sigurisht e bia drejton të famshme në Guxo, edhe që janë parti ultramajtist, idiot, të cilët nuk kuptojnë asgjë nga politikat kombëtare, aq sa praktikisht urrejnë Shqipërinë, megjithëse kësaj zonjës të famshme, Shqipëria i ka dhënë që të mësoj, të edukoj, bile kjo është shuar deri në tribunë, ke Enver Hoxha për të thënë lule, e merrte me të mirë e regjim, dhe nuk duhet ja përmend as emrin, kaq ndot kam t'ja them emrin. Dejona Mihalit mund t'ja them, kësaj jo, sepse është sigurisht një flisje politike që do Kosovën edhe Shqipërinë të përçarë në mënyrë të jashtëzakonshme. Njerëz të tillë sigurisht që janë për tu neveritur, a kupton? Po çdo kom ka neverijat e qepësinllëqit e tij. Historia është që nesër do të mblidhen shumë në Tiranë, do të jetë manifestim fantastik i madh, dhe këta majmun që nuk i bashkohen bëjnë mirë që nuk i bashkohen. Si PD-ja e Sali Berishës, që dihet se çfarë janë, sidomos klika e Sali Berishës, edhe klika e Albin Kurtit, Dejona Mihalit, dhe patjetër edhe asajt të Guxos, marksist-leninistës, pionieres e Enverit, që sot është ministre jashtme e qeverisë Kurti, e cila s'është formuar akoma, dhe që këtu majmun thonë duhet imitojmë Kosovën për sa i përket zgjedhjeve. Imagjino tash i kanë 8 muaj dhe akoma nuk kanë bërë qeverinë, s'kan qeveri, s'do ta bëjnë kurrë. Për 6 muaj me mënyra seanca, zgjedhjet e famshme, të urdhëruar edhe të orkestruar edhe nuk e di se urdhëruara që mund të konsiderohen me zinxhorën
kuvendin. Ne duhet me imitu këtë lloj majmunati, sigurisht, në dorë të Albin Kurtit, e jo të tjerëve. Kritika ime është edhe për opozitën, e cila nuk di të mblidhet, për të thënë qërohu njerëzve të tillë duke pasur shumicën praktikisht, e duke ditë që nuk e ka shumicën Albin Kurti i vetëm, por ja që nuk e bëjnë as këta. Dhe kjo është e keqja e madhe. Spakut të kenë mirësinë dhe të vinë me 17 tetor, të vinë nesër në Tiranë, jo thjesht për të protestuar, por të denoncuar tribunalin e Hagës, e cila po dënon UÇK-n, po dënon Kosovën, po mbështetet mbi faktet e serbëve, dhe këto fakte duan ta nxjerrin luftën çlirimtare të kosovarëve, sigurisht luftë terroristash. Dhe sigurisht ky tribunal këtë ka marrë dhe këtë kishte si detyrë. U mor me gënjeshtër, u mor me imponimin e tuajve, po sot është kthyer në një fatkeqësi të jashtëzakonshme të kombit shqiptar dhe jo vetëm Kosovës, po të kombit shqiptar. Po fyen shqiptarët. Prandaj duhet kaluar në fazën tjetër 3, të mospranimit dhe derisa denoncimit të plot të këtij tribunali armiqësor me shqiptarët dhe me historinë e tyre çlirimtare. Viktimën, një tribunal i tillë kriminal do që ta bëj agresor. Dhe agresorin gati viktim. Ja ky është. Dhe në këtë lloj elementi, në këtë lloj cilësie që sapo përmenda, nuk duan që t'jenë si Sali Berisha dhe Albin Kurti. Dhe kjo tashmë është e qartë. Ata duhet marrin rolin që është caktuar në histori, të bukshkalëve, për sharzëve të historisë dhe të shqiptarëve midis njëri tjetrit, praktikisht kundërshtarëve të kombit shqiptar, Shqipërisë dhe Kosovës bashkë. Nuk kam punë me njerëzit pastaj sigurisht ribashkohen, rindahen, shahen me njëri tjetrin, po të atyre që janë sipër një elitokracie që zotrohet në njërën anë në një folk bolshevik post-stalinist dhe post-enverist si Sali Berisha dhe një fatkeqësisht post-jugoslavist dhe imoral politik për të bërë sovranist i degraduar për të mbajtur pushtetin me njerëzit e kundërshtarët e tij në burg si Albin Kurti. Dakor, miqtë mi. Tjetra që desha të them është leksioni që na jep Zdrale. Në Shkodër ka një lagje në qendër të Shkodrës që quhet Zdrale. Shpeshherë duhet ja sqarosh atyre çto nga Gjirokasta, ç'është kjo Zdrale? Se Zdrali thon Pisteku, Zdrali thon Pisteku në Shkodër. Po kështu quhet edhe Zdrale. Problemi është se Zdrale është caktuar si par excellence si vend ku tregtia megjithmonë formonte zdral. Për 33 vjet rresht të pushtetit të Partisë Demokratike në Shkodër, Zdrale ishte një zdral urbane. Pistek, shitje në rrugë, mos pagim taksas edhe tarifas, taraba, peshku qelbej në rrugë, qede përpjet, rrumuj urbane, trafik i rrumujshëm dhe sigurisht një turp i madh midis qytetit nga Pisteku dhe nga anti-urbaniteti që e sunonte një rrugë që fillonte nga xhamia në Parrucë e përfundonte po themi ke stadiumi, dhe sidomos ato organizimin aty me ato marrëzirat e llamarinave dhe atij sheshit që bash pis. Edhe nuk pastronin asgjë, vetëm bënin pis. Kur pastronin, një rrëmuje urbane anti-retrokulturore dhe turp i madh për çdo lloj qyteti, jo vetëm për Shkodër. 2023 u ndrua Bashkia e Shkodrës. Ose spaku të them u ndrua kryetari i Bashkia e Shkodrës, nuk u ndrua hiç, nuk është ndruar as tash. Kam një vrejtje për një lloj administrate e cila sigurisht trashëgon veset dhe marrëzirat e dikurshme, absolutisht. Por mbase këto nuk bëhen kështu ka përmirësime, po këto nuk mund të bëhen dot kështu, as mëna 2 vjetëve, as 3 vjetëve, bile as 10 vjetëve. Kur një gjë ka shprishur për 30 e sa vjet, mbase duhen 30 e sa vite tjera që të vinë rregull. Gjithsesi u bën projekte, u mbështeten nga qeveria, u bën projekte për 2 faza, duke filluar nga Parruca edhe deri ke sheshi i Zdrales, atje ku ka qenë dikur, ju kujtohet, ka qenë dikur një futbollist
Dhe pastaj faza e dytë është pikërisht aty për stadiumit e kudo. Duke u bërë një mrekulli. Faza e parë ka përfunduar, u bën gjitha punimet nëntoksore, u vendosën dritat lehtë bukura, u vu një kaldrem, u lyn fasadat, u bën me kapota, u bë çdo gjë rregullt, u vu një rregull urban, trajtimi i orarit kur do të furnizohen, nuk lejohen më makina, ka një orar që lejohen, pastaj një orar tjetër. S'lejohet. U bën një mrekulli, po të shohësh ngjyrat edhe ato që po shihni fotografitë në përgjithësi, edhe kuptohet se çfarë ndryshimi radikal është, duke u kthyer në urbanitet, duke mos qenë më zdraluke, po duke qenë zdralej, brenda qytetit e brenda urbanitetit. Po ku e kam fjalën unë? E kam fjalën këtu që kur u bën zgjedhjet, kjo zdralja e famshme, shumica e banorëve aty nuk votuan për pushtetin që ja bëri këtë të mirë. Jo më votuan për atë pushtet I cili lindte në Pislek, në Rrumuj, në Qelpsin Lek, në erë të poshtër, me Taraba, por që sigurisht I lejonte të ngrihin për lart flamurin e varrin, flamurin e PD-s, nuk paguanin as taksa, dhe sigurisht ulurinin Sali Berisha. Dhe çfarë bën? Prap votuan atë. Jo këta që sigurisht ju prunën qytetërimin, ju rregulluan çdo gjë të mundshme për të dukur më mirë, ju rregulluan fasadat pa lek, pa asnjë lek janë shtëpia private, më fare asnjë çerek leku, po votuan ata që dhe shpesh herë për tyre dëgjoj na mërziten ta me këtë punë tash s'na lën të marrin frymë, ta mytën taksa, na bën këtë, na bën atë. Sigurisht votuan shumica, jo të gjithë. Partinë Demokratike, atë që I kishte lënë në pislekun tradicional tyre, duke treguar besnikëri për retrokulturën, besnikëri për një pushtet I cili s'ka pyetur kurrë për to, I ka thënë bëni çfarë doni, rrini në pislekun tuaj, mos ta çani bythën shumë, po na jepni votat, kaq. Dhe jo për atë pushtetin që thanë do rregullojmë gjithçka, do të urbanizoheni, do ktheheni me ndriçim të bukur, do vendosni rregullin, do jetoni më mirë, do të keni turista, do të ecet më mirë, do jetohet më mirë, po duhet të jeni të rregull, të jeni brenda ligjeve. Nuk e duhet. Edhe besoj se do kalojnë edhe vite dhe shumica aty nuk ka për ta dashur këtë lloj pushteti, sepse sigurisht dashurojnë Rrumujën, mungesën e urbanitetit. Dhe vjen keq sepse shumica aty janë qytetarë të Shkodrës prej dekadash. Mund të themi edhe prej ka aty dhe që kalojnë shekullin. Megjithëse janë ndrruar sigurisht, por në përgjithësi janë qytetarë të Shkodrës. Dhe një dashuri e tillë për mungesën e urbanitetit. Por ajo që mund të them unë është që duke ja shpjeguar atyre miqve tonë në Tiranë, për shembull, zdrale nuk ka më zdral. Ajo ishte zdrale, po që ishte zdraluke. Ishte zdralukja e Partisë Demokratike. Edhe njerëzit thonë ku është si zdrale, ma kujdes. Njerëzit thoshin lënë më kush dreqin e ec atje, zdral. A ecet zdrale? S'lejohet. Bicikleta, makina, këmbësor, kuaj, karroca, peshk duke u shit gjithë në rrugë, gjithë në trotuar, dikush lagte me zor, pisleku, kartuça, taraba, të rëzezat që mund bashin, ajo ishte zdrale. Supermarketi zdral I Shkodrës. Tash është ndryshe. Po ti lesh sigurisht aty kthehen, I prishin gjitha, për shpirti I shkatrojnë gjitha, kthehen po aty, po nuk I lën kush. Dhe shumica sigurisht ishte që të vazhdonin siç kishin qenë. Dhe jo siç duhet të ishin. Megjithatë, ajo që mund të them është se kanë qenë dikur 80%, tash mund të jenë 60%, po 40% kanë ndruar, e duan rregull. Nesër kanë për të qenë 60% që e duan rregullin, mbas edhe me brezin e ri që vjen, edhe 80% që e duan rregullit, dhe 20% do të kenë nostalgji për pislekun e zdrales dhe mungesën e urbanitetit, të cilën e gëzuan për 33 vite me Partinë Demokratike dhe kryetarët e bashkisë kësaj partie në Shkodër. Dakor, miqtë e mi.